Mirëmëngjes, mirë se erdhët në ekranin e televizionit TV1 Channel. Dhe nisim ditën së bashku me një profesor të nderuar, me një zotëri të nderuar që do na sjell një pjesë të bukur të Shkodrës, vitet arta, histori të përmbledhura brenda faqeve të një libri. Zafin Ceka, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, ju falenderoj shumë për ftesën që më keni bërë në studion tuaj dhe sukseset më të tejshme në punën tuaj si gazetar dhe në emisionin Mëngjesi. Faleminderit shumë, jam e lumtur që të kam në studio dhe jam e lumtur që bashkë me shikuesi do kemi mundësi të diskutojmë bashkë për librin Gjuadoli, një libër i publikuar së pari në vitin 2006 nga Guljen Pistulli. Mësuesi në Romë. Pse risjellim edhe një herë këtë libër? Po, që përmend edhe ju, libri është botu në vitin 2006 për herë të parë nga vetë autori. Me pas e kam prezantu librin Gjuadoli, pjesë e rëndësishme e qytetit Shkodrës, edhe në qendrën kulturore artistike në Asti, si dhe me pas edhe në vitin e kaluar 2025 me 4 tetor 2025 e kam prezantu në qytetin e Romës, në qytetin e Italisë. Në dy qendra të rëndësishme me shumicë shqiptarësh edhe shkodranësh? Po, e vërtet. Kemi pas krahas publikut shqiptar, në Romë shqiptar, kemi pas publikun italian, që e ka mirëprit shumë, sepse ishte ajo ideja të njohim më shumë kulturën e Shkodrës. Kulturën dhe historinë e Shkodrës. Sepse kanë pak njohuri të vërtetën, e nështru, të thoshe në ambasador në Rthojza, prezentimit kulturës edhe të historisë Gjuadolit që signifikon edhe Shkodrën edhe Shqipërinë. Dhe është një punë e cila ka një peshë të madhe mbi supe, prezantimi, pratisht ambasadori prezentimit të një pjesë kaq të rëndësishme edhe historike të qytetit të Shkodrës siç është Gjuadoli. Jo vetëm historike për nga ana e arkitekturës dhe karakteristikës së saj, por edhe për njerëzit që kanë jetuar aty apo veprimtaritë artistike dhe kulturore që kanë pasur gjenezën aty. Sa i rëndësishëm është ky libër? Është e rëndësishëm ky libër sepse e përshkruan gjithë historinë e Gjuadolit, ku kanë qenë figurat më të rritura Gjuadolit, Shkodrës edhe do të thosh edhe Shqipërisë, që do i shohim edhe më poshtë. Ma për te gjatë emisionit do i trajtojmë me çik më me hollësi. Por gjëja më e rëndësishme është sepse autori ka bërë një punë hulumtuese mjaft mirë, duke prek edhe gjetë rrajt e Gjuadolit, duke përfshi çdo ngjarje të rëndësishme të Gjuadolit, çdo figurë të rëndësishme të Gjuadolit edhe Shkodrës. A mund të përmendim disa figura me emër? Po, duke filluar me më të madhin patriot, Lësh Grakuqi, që është figura më madhore e historisë kombëtare. Lësh Grakuqi ka lindë në një familje qytetare shkodrane, ka vazhduar studimet ka studiuar në Kolegjin Saverian të Shkodrës, dhe me pas edhe në shënmitër Korona në Itali, ku ka pas edhe mësues Ironim Deradhen. Studimet e larta ai ka kryer në Napoli për mjekësi dhe shkenca natyrore. Lësh Grakuqi në moshën 20 vjeçare i hyn në veprimtarisë patriotike. Në vitin 1908 merr pjesë bashku me Padre Gjergj Fishten në Kongresin e Manastirit, ku në Komisionin Letrar u pat shprehje në këtë mënyrë që do të gjejmë një dialekt përbashkët ndërmjet dialektit verior atij grek dhe dialektit të jugut atij tosk. Dhe për këtë gjë do ta kërkojmë në Shqipërinë e Mesme dhe për këtë u mor edhe dialekti i Elbasanit që më pas shërbeu edhe si bazë për gjuhën e shkruajtme dhe administrative shqipe. E vërtet. Lësh Grakuqi ka qenë një patriot shumë i madh. Ka punuar kurrëherë për bashkimin e shqiptarëve, qoftë të veriut apo të jugut, po qoftë edhe musliman, ortodoks dhe kristian. Dhe kjo shpreh qartë, edhe një letër që ai dërgon një patrioti tjetër shkodran, Filip Kraja, ku ndërmjet tjerësh i thotë që Ismail kjo është pak para shpallës pavarësisë, ku i thotë që Ismail Qemali u nis për në Stamboll dhe nesër do të nisë me llon për atje. Do të i bëjmë me ditë portës lartë, se është më mirë që shqiptarët të qeverisin vetë, sepse ati lajnë në dorë të huajve. Do të shikoj për me zgjidhur një punë të mirë. Për nëshë do të kthejmë edhe herë në Shkodër, aqek në Shkodër, siç e thash në Shkodër ishte i juaj Lësh Grakuqi. Lësh Grakuqi ka qenë shumë i dashur për popullin e Shkodrës.
Përveç ti, po, më falë, se të vazhdojma? Asi problem. Sa që, kur po vinin një udhtim të largët nga qyteti i Nicës, kur më rritën se bashkë me patriotin e sipër përmendur Filip Kraja, kur më rritën tek dogana që ka qenë te ura Bunc, aty ishte caktuar një karrocë me 2 kuaj për t'i dërguar deri në rrugën e Gorakuqve. Por Djernia Shkodrës në shenjën e rimit dhe respektit, me gjithë kundërshtimin e madh që patën, hoqën kuajt e karrocë, lëvon me tërheq karrocën me krah deri në rrugën e Gorakuqve. Një gest tepër i bukur edhe tepër i veçantë që ka mbetur në histori. Kjo është bazuar në bazën e dokumentave, sepse siç dihet, historia bazohet në autenticitetin e dokumentave. Kjo është bazuar edhe libri në bazën e dokumentave origjinale që ne kemi gjetur tek shtëpia e patriotit Filip Kraja. Një tjetër personazh i rëndësishëm që ka pasur fillesat aty është edhe Ernest Koliçi. Shumë i dashur për të gjithë. Ernest Koliçi është një figurë e madhe. Është shumë për kulturën lart edhe thellë, fituar në Kolegjin Saverian të jezuitëve në Shkodër dhe më pas në Universitetin e Padovas. Ernest Koliçi ka qenë edhe ministër e arsimit, kurse në vitin 1943 ai emënohet në drejtues i katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin La Sapienza të Romës. Ernest Koliçi është edhe themelues i poezisë moderne. Po, e vërtet. Edhe një ndër penat më të bukura e më të shquara që ka populli shqiptar, jo vetëm Shkodra. A mund të përmendim shkurtimisht edhe personazhe të tjerë që e nxisin edhe publikun për ta shfletuar këtë libër? Po. Libri trajton lagjen historike të Gjuadolit. Dhe autori ka arrit me përshkruar çdo gjë me hollësi, çdo ngjarje dhe çdo figurë të rëndësishme që ka pas Gjuadoli. Në Gjuadol u formon 2 banda muzikore dhe një tretë thuhet në rrugën Berdice. Pra, u formon 3 banda muzikore, është vajgje signifikative. Në Gjuadol kanë pas rezidencën e tyre me konsollat e huaja. Gjuadol pati bazën e vet e klubi Gjuha Shqipe me kryetar Kol Kraja, që ka qenë një mësues i nderuar i Shkodrës edhe i Shqipërisë. Në Gjuadol ka pas banu edhe Zef Kolombi, një figurë mjaft e shume, një piktor me emën, i biri i tij Gjovelin Kolombi, ka qenë një asistent profesor Gjovelin Kolombi, është një figurë e shume e arsimit në Shkodër, duke qenë edhe rektor i Universitetit të Shkodrës, prefekt i Shkodrës dhe kryetar qarkull në Shkodër. Në Gjuadol ka banu, ka lim edhe Koli Dramenu. Është inxhinieri edhe arkitekti i Shkodrës. Veprat e Koli Dramenës janë shumë njohura, është arkitekti më i njohur i Shkodrës edhe i Shqipërisë. Vepra e tij është ndërtesa e Daberdakëve, që do ta shohim më poshtë, dhe ndërtesa përballë me ndërtesën e Daberdakëve, po në Gjuadol është edhe ndërtesa e Buflit, ku ka qenë edhe shoqënia Rozafat, shoqënia artistike kulturore Rozafat. Në Gjuadol ka lim edhe Padre Pjetër Mëshkalla. Emrin e cilit ka marrë edhe shkolla mesme juridike Pjetër Mëshkalla. Në shkollë, unë aty e kam kryer gjimnazin, kështu që dashuria për atë shkollë është vërtet shumë e madhe, por unë di që edhe ju një farë periudhë kohe keni qenë profesor. Po, në 3 vitet e para, shkolla Pjetër Mëshkalla është vazhdimsi ish Kolegjit Saverian, Kolegjit Saverian Shkodrës, që ka qenë shkolla më kompletuar me kohës, por edhe në ata vitet kur u pat hap, unë kam qenë në 3 vitet e para, të fillim në vitet 98, 99, 99, 2000, 2001, në një testim që bani Ministri i Arsimit, u shpall në 3 shkollat më të mira të Shqipërisë. Dhe vazhdon ta mbajë ende lart emrin e saj të mirë dhe nivelin dhe cilëtetin vërtet shumë të lartë. Tani, një pyetje po më ngacmon gjatë teksa të dëgjoj të flasësh kaq bukur dhe me kaq njohuri dhe me kaq shumë informacione lidhur me Gjuadolin. Gjuhadol apo Gjuhadol? Po, Gjuhadol është një gegënishte. Fjala Gjuhadol lind në këtë mënyrë. Pakën kjo është gojllana. Siç dihet, Shkodra ka qenë vendosur pranë kështjellës së Rozafatit. Po. Një gru kur pasapat ardh me barën e druve në shtëpinë, prej vështirësive të kohës, kur pata mbrit në vendin që quhej Gjuhadol, pasapas thanë ndul gjuha me ardh deri këtu. Kjo pak në gojllana. Ka dhe grafite tjera, që janë gluizdol, gjuizdol, që janë terma sllav. Po,
ku e dhana është kjo. Emri Gjuhadol për me që në vitin 1371. 371, goxha shumë herët. Edhe mendoj edhe aty në libër do t'jetë përmendur edhe nisja edhe fillesa e krejt emrit e krejt lagj. Kjo është toponimia e Gjuhadolit, autori ka qenë një banor i vjetër i Lazës Gjuhadolit. Pra edhe informacionet i ka pasur të bollshme, të prekshme. Autori ka lind, ka studiu, ka punu, edhe ka kaluar vite fund Pleqënisë dhe në lagje Gjuhadoli. Mas sakt në rrugën, në një degëzim, se Gjuhadoli fillan nga Dugajt e Rejel, ku marrën Dugajt e Rejel, dhe dherë pa mbrit në lagje Sarajevit, por ka dhe rrugicat devijuse të saj, që janë me fund një kene Ballkan Shkodër, ose edhe që dalin në anën tjetër. Ai ka banuar konkretisht në shtëpinë në rrugën Dexhëlluli, ose është quajtur nëse edhe rruga e pistollorëve, sepse ka qenë një familje e vjetër shkodrane. Kemi edhe në foton krahas librit ku ka lind Gulen Pistulli, autori i librit. Gulen Pistulli ka studiuar në shkollën franceskane të Gjuhadolit, ose në liceun Ilirikum. Ka vazhdu studive lartë në degën gjuhë letërsi dhe ka shërby, pëlqen me përdor fjalën shërby, si e ka përdor autori, me atë modestinë e tij, në disa shkolla të rrethit Shkodrës, duke qenë edhe drejtues shkolle. Është dekoruar me medaljen Naim Frashëri, ka marrë disa certifikata të posaçme, duke marrë pjesë në kurset kualifikuese për drejtshkimin e gjuhës shqipe, duke qenë këtij profili. Është autori i librit Gjuhadoli. Dhe pse mendon ti se ky libër duhet të ribotohej me patjetër? Jemi gati 20 vite pas botimit të tij të parë. Dhe pse mendon se duhet ta shihte edhe një herë tjetër dritën e botimit, pra të vinte edhe një herë tek lexuesit, jo vetëm shkodran, sepse ju e keni publikuar dhe prezantuar edhe në qytete të tjera të Italisë. Por ishte shumë e nevojshme kjo për mua bë, sepse kishin pak njohuri lidhje dhe kam marrë përgjimet më mëdhaja, është një satisfaksion kjo, që vetëm në Romë, kur e zhvillume, takimin ton, e përshëndeti edhe artisti i madh italian, autori Gianni Morandi. I mrekullueshëm Gianni. Da njësëm në nisha, sepse Roma nga vendi qyteti ku banoj unë në një largësi 650 km dhe mora trenin e shpejt për mu freqerosa, që të thonë, për mu kthy në qytetin tem ku jetoj. Arritën, sa po njës drejni, më bani përshtypje se arritën një seri me 10 mesazhet pa fundme, si nga publiku shqiptar, po dhe italian, mesazhe inkurajuese, përgëzuese dhe falënderuese për aktivitetin e zhvillum. Dhe ato që kishën sedile o për ballum, kra, ishte ditë e dile dhe po shikoshin që është kjo person nërthojza famosi bin gjithë të mesazh. Ishte një emocion i veçantë dhe ishte një gjë impresionuese e quaj kështu. Sa rëndësi ka kjo mbështetje? Sa rëndësi ka kjo mbështetje? Po ka rëndësi sepse me jep mundësi me vazhduar turin tem që nga Asti në Rom, në mars e kam zhvilluar, e kam prezentu librin Gjuhadoli edhe në qytetin e Perugjash, dhe du vazhdoj me turin tem, duke vazhdoj edhe në qytetin e Padovas, Bolognas, Milano, Trieste, ndoshta edhe më gjatë. Vërtet një tur goxha impenjativ. Është i vështirë realizimi një turi për promovimin e një libri? Jo, se një kënaqësi që ne shtys për sepse gjeni mikpritje të jashtëzakonshme. Është ka qenë shumë impresionuese për mua. Kam jetë një pritje që nuk e kisha imagjinuar, me thënë drejtën. Mendoj atje shqiptarët janë edhe të etur për vendin e tyre. Vendin e tyre, se Gjuhadoli është vetë vërtet Gjuhadoli historik edhe Gjuhadoli që duhet një enciklopedi e tonë për me përshkru për atë që ka, për aktivitetin që ka pas Gjuhadoli. Kë falenderon ti për bashkëpunimin dhe për mbështetjen që të kanë dhënë gjatë realizimit të këtij libri? Po, në radhë parë, motrën teme,
megjithëse ajo është mjeke, stomatologe, ajo ndodhet në Itali dhe në shumicën e rasteve ka qenë edhe domethënë si shtys, sepse në fillim biles tamam është marrë ajo me publikimin e disa pjesëve të shkurtra nga libri edhe pas duke qenë edhe unë I profilit I kam thënë bashim mal shoj çik më tepër mund sepse po ajo ka qenë dashme domethënë marr më tepër me shkrimin e dash pastaj me momentet e gëzueshme dhe mbresa që ka lënë daja nga botimi I librit po nga jeta e tij domethënë. Kur do bëhet një promovim I madh ashtu siç duhet në Po kam pas shumë Nasi dhe anke dhe ftesa për me ballë në Shkodër dhe mendoj që nga muaj shtator do vim ta bëjmë edhe në Shkodër. Kështu që mezi po presim. Faleminderit. Mendoj aty pastaj do ta kuptosh më së miri se unë jam I sigurt se shqiptarët atje në Itali, në secilin qytet kanë pritur mirë. Po sti do të presin shkodranët. Besoj që po. Më beso do të jetë. Shkodra jeme kanë pa thënë. Them edhe unë. Absolutisht po, do jetë vërtet një event shumë I rëndësishëm që jam I sigurt do ta mbash mend gjatë, jo vetëm ju, por edhe ne që do të jemi pjesë dhe do të marrim pjesë në promovimin e këtij libri. Krahas publikut shqiptar dhe italian, po kam pas edhe përgjimet më të mëdha edhe falënderoj edhe nga kjo studio e mëngjesit edhe drejtorisht I përgjithshme për shkollës Pjetër Meshkalla, Motër Valentinin, që kam ca mesazhe nga Aty do bëhet promovimi, e morëm një ekskluzive. Kjo ishte e bukur. E ka mirë prit me gjithë shefët. Si mund e ndryshe, është vërtet një rast për të mos u humbur promovimi I këtij libri. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë për këto momente kaq të bukura dhe këto informacione kaq të rëndësishme që përcollen në këtë mëngjes. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese të mëtejshme. Faleminderit, edhe unë ju uroj shumë suksese dhe mezi presim promovimin në Shkodër. Po, patjetër, faleminderit. Faleminderit edhe mirë që keni përcjellë një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjin e kohës suaj.